Histori e Skënderbeut, Naim Frashëri, kënga e 15. Kishte ardhur Arianiti nga Vlora e nga Kanina, dhe Bozhdari si Hastriti nga Harta e nga Janina, dhe Maneshi nga Berati, Topja Shtresa Kuka Shpata, Golemi Gjinua Perlati që kishte leshra të gjata, edhe Lek Dukagjini e shumë trimat të tjerë, si Berishi e Bladini që ishin me të kurdoherë. Nga çdo vend i Shqipërisë kishte ardhur një i parë nga gjithë anë e pleqësisë me shokë e me luftëtarë. Skënderben e rëkuan, e gëzuan dhe e zbavitnë, dhe pastaj gjithu mërguan dhe të vaturit arritnë. Koha pa luftë po shkonte, se nuk kish nget Turqia. Shqipërinë se trazonte, ish në paqe Shqipëria. Mbreti donte të luftonte të dy fortesat i mirte, nga Turqia i kërkonte nga dore saj rihti nxirte. Po mbretërët e Italisë ishin mbledhur të tërë, edhe mikë në Shqipërisë armik e kishin bërë. Pikininua i rëgjuar që ish nga Fransa mbreti ndjerë, ishte lidhur e bashkuar me armikët e përzjerë. Pikininua me Luinë bar e kishin rrethuar, dhe Ferdinand Fatzinë brenda e kishin shtrënguar. Lipënte e shoqetia e varfëra Izabel, se s'kish të hante fëmia, si ndodhej as buk as gjell. Ferdinand ish më të shuar, qyteti ish më të dhënë, se e kishin shtrënguar dhe bukë s'kish për të ngrënë. Papa kërkonte t'i ndihte armikët se lë dëgjonin, as njeri s'donte ta njihte, qytetnë nuk e lëshonin. Ferdinandi u mejtua edhe e gjeti me të parët. Tjatrë s'më shpëton do të mua, tha veç në ardhshin shqiptarët. Pa i dërgon pe qytetit një njeri nga Italia, me kartë e i thotë mbretit, në jeti e Perëndia. Mbreti mblodhi parësin, mbledha dha e tëra lej, pa përmblodhi ushtërin, u nis edhe vetë të vej. Mbretëreshës i lafron, urdhërin parësisë, tanushn e uran e gjon i la të partë ushtrisë, edhe Lek Dukagjinë, Aranitnë e Bozhdarë, Perlatnë edhe Bladinë që ishin bura shqiptarë. Mojsiu dhe Milushi Manushpika me Klemenë dhe Golemi e Rapushi u nisnë me Skënderben. 4.000 ish kaloria kuajt ishin të harbuar dhe 4 ish këmbësia, gjithë trimat të mësuar. 8.000 ish ushtëria, të par kish Skënderben, me lundra e me ania, gjithë u hodhë për te den. Shumë herë u ashpërua era pa lëshuan ret, shi e breshë rësikrua valët ungrinë për pjetë, po më pastaj u qetua era e u hap në ret, dhe detis rish ushtrua dhe koha u bë e qetë. Po sa duall nga deti me gas shumë Perëndis, ju falë dhe angjelit mbreti, angjelit të trimëris. Shqiptarët me të parë armikët u përhapnë, me nxit shumë e lanë barë, pa ikën e zunë vrapnë. Dhanë e ranë në Orsan, atje të gjithu përmblodhë, dhe mbreti me Ferdinand ushtërin atje hodhë. Armikët ishin të shumë, lëvrinin si mizëria, dëgjohej zëri si lumë, thërisnin si bagëtia, si dhënë të kur plegërin edhe shqera të kërkojnë, në verë e ato lëqin dhe thëresin e nxitojnë, ashtu armikët të tërë hapurë si bagëtia ishin bërë shumë sër, kalorie këmbësia. Shumë mbretëre të parë janë mbledhur në Orsan, e gjithë ata luftëtarë që numëre nuk e kanë. Pikininë të parë kanë mi gjithë të parët, janë gjithë të pandarë po si kalin të në arët. Mbreti më të djathtë të vuri trim në mirë Mojsin, qëri Mikalët si buri, pas kish gjithë kalorin. Më të mëngjur vu Milushnë dhe Golem Mustaqezin, edhe Manul Sylarushnë, e të tërë këmbësin.
Më pas vuri Ferdinand me gjithë shokët e tia, që ishin gjithë italian këmbësi e kaloria. Në mes të ndënjë mbreti vetë dhe pasoj e parësia, gjithë burrat të vërtetë po si vetë trimëria. Topat u zbrazë më parë me të madhe kërcëllim, për hap në flakën e zjarë me gjëmim e vetëtim. Pa kur u shkull kaloria e u hodh mbi ushtërin, si rebesh nga Perëndia kush e pritte Mojsin. Pas ati dhe Milushi u vërvit me këmbësin, me vërtik kalit jambushi dhe e përhap në ushtërin. Po u përpoq parësia edhe mbajti ushtërin që ikënte si bagëtia rihtë mirë të Aratin. Pa e heru lëshua Skënderbeu si hastriti, u hodh mbi ta si fajkua nga armikët njeri se priti, se e kishin në dëgjuar gjithë bota Skënderben, pa po duke të meruar të gjithë muar dhen. Larashi me vrap kur bie qysh marin zojsht Aratin, frikë të madhe ushtije, pa nga të venë mëzdin. Ashtu dhe atyre mbreti u dhat merë me njëherë, pa në shesht as një mëzgjeti këtë zër e kujti bjerë. 2-3 ishin zënë, gjithë me armët nërduar, e të tërë i kishin thënë se i kishin rrethuar. Pikininua një të parë e nisi me vrap kaluar, e dërgojnë në shqiptar erdhi me kartën në duar. Kartën me të kënduar mbreti tri me parasin dhe përgjigje duke shkruar, prap e ktheu njerin. Pikininua doli jashtë, nga shokët u mërgua, mori pas një 5-6 ndenjë më vend e u qetua. Doli edhe këtej mbreti, 5-6 duke marë, u mërgua nga rëmeti vate në vendit të ndarë. Pikininua i rëgjuar me të parë Skënderben, u mahni duke vështuar e duke vënë rembren, që ish i hijeshme i bukur si djelive të tinte, dhe i bëshm e shumë i dukur, po si qift i lehtë të vinte. Ishte mbreti urtësis, kish me vete trimërin, edhe hijen e bukuris, zotërin e mirësin. U qas dhe e mori nërduar mbreti lartë trim i gjallë, Pikininon e rëgjuar, pa e ngre dhe e puth në balë dhe e lëshon bëdhe nga dalë, po si foshnjë në iati, që ka rojtur normale ashtu dhe atë jetë gjati. Pikininua i tha, kaq qoft armiqësia jonë, pas këtaj të kemi paq, se më ngjan nuk është vonë. Mbreti i tha, fare mirë, unë dua miqësinë. Për dashuri kam dëshirë se kam ligë mirësin. Fjallën e përpaqe bën të mblidhemi prap, thanë dhe përdore duke zënë me miqësi shumë mundan. Pikininua ju lutë mbretit, pa të zënët i lëshojti, i nxori jashtë rëmetit me gjithë armë ja dërgojti. Më nesëret i dërgojnë një rëmet nga parësia, mbre në trim për drek eftojnë pa doli nga ushtëria. Një nga ata që i kishin zënë dhe i kishin e lëshuar, erdh i tha, prit të bën që të shtije nërduar. Si sumbeti teatr shpres u zun nga dhelpëria, ta kanë me të pabes, kanë grehur të këqia, duan të gënjejnë, të hedhin në klap, pa miqësi të rëfejnë, po mos hiq nga ndaj syre prap. Këto the, o i uruar, mbreti që i di këto pun e zbinte kur nërduar, i tha, pa të shohë dhe unë, 3-4 kalorë zvan dhe me vrap u këthyem, pritën në me sy e pan shqipëtarët su gënyem. Pa ngrysur i dërgoj fjallën mbreti dhejl për sërgjuar, nesërë në shesh të dalë se kemi për të luftuar. Atë natë mbrit armiku edhe mori Aratin me gjithë ushtërinë e iku se ja njoh në dhelpërin. Vane ran në qerë, u trën në shumë nga mbreti. Mblodh dhe shok të tjerë, e u bë më i shumë rëmeti, dhe mbreti me Ferdinand e me të tërë ushtrin, armiqve pas uran, gjithë në noqerë unë gdhin. Armikët të mës shpëtonin, e s'kishin nga të vinin, dhe të reme të sushkonin, me zëmrë të mpit të rinin. Po më sudha kohën mbreti,
e nisi luftën në vetë, buçiti gjithë rëmeti, undes shumë luftë shkretë. Armikët kishin të parë, mbretër e prens e konte duk, po gjithë për shqiptarët ishin në kalin pa buk. Shumë armikët u përpoqnë dhe mbajt në vendin sa mundnë, shqiptarët i ndoshnë, po prap u mblodh e sutuntnë. Po mbahej më vend armiku, pa kur u hodh mbreti vetë, u prish me njëherë e iku rojit në gjithësi mblet. 7.000 po të vrarë armikët të kishin lënë, edhe aq luftëtar armikët kishin dhënë. Të tjerët u përhapnë, muar të gjithë dhenë, u trembnë, pazunë vrapnë, e më zdinë nga të venë. Ata që mundnin në Turqinë dhe e përzinin kur doherë, nuk donin në të dinë, fare armikët të tjerë. 300-400 shqiptarë gjithë të trima të vërtet, në atë luft ishin vrarë, nuk ishin më ndë jetë. Burathit e Shqipërisë, armët e larat atyre, i dhan der Italisë dhe shpëtuan prej mënzyre. Pikininon e lanë dhe luftëtarët e tia, undan e pas nuk i ranë, u hap gjithë ushtëria. Pa roba lipës si veshi edhe mori aratin, hoqi gjithë ato që zdeshi i dha Zoti poropin. Gjersa më në fund të zuri, sforca mbreti i lik armiku në brengë të shumë e shturi dhe e vari më degë thiku. Mbretër e prensër e të parë, francez e italian, arritën duke marë më nuk panë nga vanë. Me turp shumë duke janë, shokët në Francë shpunë, më të shumët më udhulan, pa ju bë e madhe punë. Parësi e Ferdinandit, që kish dal e pabes, e i ndihte duk i janit, si nuk i mbeti më shpres, i dërguan gjithë fjale dhe i kërkuan ndjes, Skënderbeut e ju falë. Asnjë më zguxoi të mbes. Çdo qytet kish ngritur krye, po punën kur e pan, njerëzia gjithë u kthye u bënë me Ferdinand. Armik vetëm beti Fuzani, që ish i parë në Turino, e kish vënë në Ferdinandi, u bë teatr Pikinino. Zdojtë ta njihte Ferdinand, pa mbreti vetu lëshua, e zeza e pret Fuzan, kur dëgjoj që u aferua. Me të parë Skënderben u ngrit doli nga qyteti, hipë në lundër e çanden fortesën e zuri mbreti. Pa doli me Ferdinand, mori pas dhe parësin, me të gjithë anët panë, shënditi gjithë Italin. Pa shoj zihjen e mërin, mori bes e falindjes, dhe shtoj gjithë njerëzin, mës mbet njeri pa bes. I tërë vendi u shtërua, nuk mbeti më nevoj, pa dhe mbreti sumënua, po erdi në Neapoj. Rodhi gjithë Italia, bura e gra gjithë të qenë, erdh e tërë njerëzia që të shikte Skënderben. E prit në duke kënduar me lëvdate me orat, me fytyrë të gëzuar edhe burat dhe gratë. Lëvdoni në shqiptarët, nderoni në Shqipërinë, zinin goje të parët që shpëtuan Italin. Udhët ishin shtruar me lule shumë e me flet, njerëzia i shtrënguar që të shih mbren e vërtet. Mbren që ishte i lëvduar, i madh, i mirë e i mbar, e kishin gjithë dëgjuar, por nuk e kishin parë. Edhe gjithë shqiptarët që ishin shokët e tia, zemrë mire punë mbarët, djemtë që kish Shqipëria. Skënderbeu vi kaluar, e po si hana plot ndrinte, kal i madhe i harbua shkrefëtint e i hingëllinte. Ferdinandi ish pas mbretit, edhe tërë parësia hyn nga dere qytetit, pas erdhi gjithë ushtëria. Pastaj vate e i pavar, mbreti vëllami që e donte, dhe ndëjnë pak e duke qarë, mirësit e ti kujtonte. Pa u të shkull Evropë tërë, mbretër e prensër e gjithë të qenë, Ungrin e erdhë me sër për të parë Skënderben, që ishte aq i lëvduar dhe emri ti në gjithë jetë, ishte dëgjuar e nderuar si i Zotit të vërtet.
Sa mbretër ishin në Evropë aherë që ish i ndarë vëndi në mira cop, gjithë erdhën më të parë. Prens e kont duke të parë erdhë gjithë të gëzuar, edhe shumë luftëtarë që ishin në të dëgjuar. Mbretëresha e prinsesha, gratë të va të ra e vasha dhe dukesha e kontesha të hodhëza e të trasha, erdhë të shihnin në mbrenë, i tërë qyteti zjente dhe kush e njeh Skënderben me gish shokut ja rëfente. Nuk rëfehet me gojë ç'është të bërë në atë kohë, për mbrenë në Neapoj që vinte bota ta shohë. Pa erdhi dhe papa vetë me mbretër e me kardinal, njerëzia po si mblet i erdhë e gjithë ju falë. Shumë lëvdata u thanë, edhe lodra shumë më bënë, ka nisq e gosti u dhanë, kurcim nuk pat në lënë. Papa e quajti mbret i gjithë njerëzisë, mi gjithë mbretër që qenë u bë mbret i Shqipërisë. Ferdinandi ditë e natë se linte nga goja mbrenë dhe e quante më me atë se i nderoj më më dhenë. Pa i fali 3 qytetë me vende shumë të gjerë, ja dha tiketë për jetë t'i mbanje për kur do herë. Në Itali ndë një mbreti 10 muaj e 3 ditë, vendin të prishur e gjeti, po e la lulës e dritë. Mbreti me shokët të dolli kur erdh koha për të ndarë, njerëzia që e përsodhi gjithu kthye duke qarë. Kishin hipur nga Raguza kur i vanë Italis, durrësit i qeshte busa kur i erdhë Shqipërisë. Kishë rjedhur Shqipëria, ishte mbledhur e tërë, parësi e vegjelia si mizëri ishte bërë, me mall shumë e pritnin mbrenë, dhe gjithë shokët e tia, pa u mblodh gjithë të qenë, erdhë e tërë Shqipëria. Kur dua dhe pranga deti po si hytë e si hëna, luftëtarët dhe mbreti që i pruri shëndosh e thëna, shqipëtarët me gas shumë zunën nërqie e ngritnë dhe lot i derdhë si lumë me kraharor hapur i pritnë. Mbreti duke përqafuar gjithë djemë të Shqipërisë, në kraharor duke pushtuar ju falë me shpirt perëndisë. Trimatë në mes të vunë, atë mbren e urtësisë, me buj e me pohë e shpun në mes të gjithë ushtërisë. Ishte mbledhur ushtëria për luftë gati ishte bërë, edhe gjithë parësia dhe Shqipëria e tërë, se tani Sultan Mehmeti doj ta merrte Shqipërinë, që e di se s'është aty mbreti pa që mbante fatëzinë. Kishte marrë këtë herë si gjetë kohë dhe Sërbinë, dhe shumë vendet të tjerë e kishtuar Turqinë. Pasi zjeroi mbretërinë e mos i mbeti nevojë, e haroi dhe miqësinë që e kishte vetëm me gojë. Ushtëri si mizëria Shqipërisë ju lëshua, këtë herë, tha Turqia, fati bardh më ndihmua. Kënga e 15, Historia e Skënderbeut, Naim Frashëri.